Prej 2 vitesh, qeveria shqiptare ka shpallur prioritet arsimin profesional. Në mbyllje të vitit shkollor 2024-2025, shkollat profesionale Ndremjeda në Bushat dhe Hamdi Bushati në Shkodër ju nënshtruan provimeve të praktikës. Ndërkohë që në korrik të 2024-s, kryeministri Rama prezantoi projektin pilot të sistemit dual në kuadër të reformës së arsimit profesional, sipas të cilit të rinjtë e përfshirë në një program profesional të kryejnë 3 ditë në javë praktikën pranë një biznesi dhe vetëm 2 ditë mësim teorik pranë shkollës profesionale. Angazhimi i tyre 18 orë në javë pranë një biznesi paguhet me një shumë monetare sa paga minimale. Në shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati, 21 nxënës u bën pjesë e klasës dual, ndërsa zhvilluan provimin e kësaj lënde në biznese. Dhe ne jemi kënaqur në me shkollën Hamdi Bushati gjatë vitit, kena pas bashkëpunimin e mirë. Që këta janë praktikë gjatë vitit, kanë bërë dhe teorinë në shkollë, dhe tash sa të përfundojnë provimet e tonë, dhe janë shumë kënaqur edhe me gjatë vitit me shkollën dhe me biznesin që kena bashkëpunuar bashkë. Ne jemi kënaqur shumë sepse me shkollën kena bashkëpunuar shumë vite, por vitet e fundit kanë më mirë, edhe stafi i shkollës edhe nxënësit kanë shumë më të përkushtuar me këtë pjesën e kulinarisë, Dhe besoj se kanë me vazhdu, edhe në vitet vazhdim, kanë me vazhdu ma shumë, kanë me kanë ma dhanën për këtë fushë të restoranteve, ose kuzhinës, ose hotellerisë, ose që zgjedhin nxënësit, me bo. Për vitesh, bashkëpunoj me shkollën Hamdi Bushati për nxënësit praktikantë. Këtë vit është një risi sistemi dual, ku nxënësit bëjnë praktiken dhe janë të konsum në biznese dhe teorinë në shkollën Hamdi Bushati. Jam shumë i kënaqur me nxënësit dhe me prodhimin e shkollës. Shpresoj që të vazhdoj kështu dhe të përfitojmë nxënës me kualitetet mira. Marrja e një zanati, mundësia për bursë si dhe punësimi që në bankat e shkollës janë disa prej arsyeve që nxënësit vitet e fundit kanë zgjedhur masivisht shkollat profesionale për të studiuar.